Besnik Krasniqi nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës është shprehur se sipas tij, kjo parti do të duhet ta shqyrtonte mundësinë e bashkëpunimit me vetëvendosjen, nëse kjo e fundit i bën një ofertë serioze AAK-s. Krasniqi nga AAK-ja i ftuar në Frontal ka thënë se sipas tij kandidimi i Konjuftës e ka ndryshuar lojën, përderisa ata janë ende kundër një qeverie tjetër kurti. Faktikisht ky ishte një mendim i imi personal, dije AAK-ja e ka mbajt një mbledhje të kryesisë, por unë për shkak që gjendesha jashtë vendit në atë kohë, nuk mojta me marr pjesë në mbledhje. I dëgjova me kujdes edhe qendrimet e kryetarit Haradinaj, edhe qendrimet e kryesisë son, plotësisht i mbështes të gjitha ato që u thanë, por gjithashtu vlen të ceket se nëse Glauko Njufca dhe vetvendosje do ta kishin pasur seriozisht krijimin e një qeverie, besoj që do të ishte udhës dhe e drejtë që të bëhet ofertë serioze, në këtë rast AAK-s, që ne do të mund ta shqyrtonim dhe ta jepnim vendimin ton përfundimtar. Ju e dini mirë që të gjithë ne kemi qenë dhe jemi kategorik që të mos ketë qeveri Kurti 3, por kandidimi i Konjuftës tashmë veç se ka ndryshuar lojën për mendimin tim dhe hap shtigje të reja, tha ai. Krasniqi është shprehur se si temë diskutimi për bashkëpunim duhet të jetë edhe zgjidhja e çështjes së presidentit për postë të cilin ai ka thënë se Ramush Haradinaj është kandidati vetëm sipas kësaj partie që i përmbush të gjitha kriteret. Por ishte një reflektim i cili do të duhet të merrej seriozisht edhe nga Konjufca edhe nga VV-ja. Ju e keni pa që në postimin tim kam kërkuar që të bëhet edhe zgjidhja e çështjes së presidentit në mënyrë që nëse ka qeveri, kjo qeveri të mos jetë afat shkurtër por afatgjat. Ju e dini që Haradinaj për ne është i vetmi kandidat i cili do t'i përmbushte të gjitha kriteret për të qenë presidenti i Kosovës. Pse jo, nëse do të kishim një ofertë të tillë nga VV-ja dhe Konjufca, unë besoj që do të ishte mirë që ta shqyrtonim si aleancë, ka thënë ai. I pyetur se ai jep AAK-ja votat për qeverinë Konjufca 1 në mënyrë që Haradinaj të zgjidhet president në pranverën e ardhshme, ai ka thënë se patjetër që po, pse jo, nuk shoh diçka të keqe këtu, përkundrazi, do të krijonte një stabilitet të madh institucional, ka shtuar ai.